Zjarri nuk ka të bëjë diçka me shkarkime apo me ngarkime, ka të bëjë me konsult. Çfarë konkretisht? Konsulta mbi zhvillimet për fillimin e zgjedhjeve në Bashkimin Demokratik për Integrim, zgjedhjet lokale, do thotë, për dhe mobilizimin e koordinatorëve, shefave të shtabeve zgjedhore. Ato është një proces që ju e keni përcjellë më herët. Në mbledhjen e fundit, në bazë të rregullores së punës, kryetari Ahmeti është ai i cili i fton mbledhjet, ndërsa mua si sekretari i përgjithshëm më bie hisja e organizimit të mbledhjeve dhe nga kryetari më është thënë që këtë grup nuk duhet ta ftoj unë, por do e njoftoj vetë kryetari se ka mbledhje. Edhe do i njoftoj njëkohësisht se nuk do të ftohen në këtë mbledhje, pasi që një nga pikat do jetë edhe diskutimi për sjelljen e tyre në kuadër të mbledhjes së fundit dhe të veprimit si fraksion.